Në një ceremoni simbolike, krah kolegëve të tij, Fatmir Tepelia u nderua me certifikat falënderimi nga kryetari i Këshillit të Qarkut të Shkodrës, Edmond Dou, në mirënjohje për kontributin shumëvjeçar si nënpunësi më i vjetër i shërbimit civil në këtë institucion. Me rastin e daljes në pension, ky vlerësim vjen si një dëshmi e dekadave të punës së ndershme, të profesionalizmit dhe korrektësisë së treguar në përmbushje të detyrës, si dhe për virtytet njerëzore që e kanë karakterizuar figurën e Tepelisë ndër vite. Jena mladh sot së bashku me kolegët e Këshillit të Qarkut të Shkodër në një ditë veçantë për të falendëruar kontributin 33 vjeçar të një kolegu tonë, zotit Fatmir Tepelia. Në shenjë mirënjohje, Këshilli i Qarkut të Shkodër ka vendosur t'i akordojë një certifikat falënderimi me këtë motivacion. Për kontributin e tij prej shumë dekadash, si një nëpunës më i vjetër i shërbimit civil në këtë institucion, duke u dalluar për profesionalizëm, për kushtim dhe korrektësi, me kolegët si dhe për virtytet e veçanta që përcoi gjatë kryerjes së detyrës. Besoj se është shembulli më i mirë për brezat për mu marrë, jo vetëm si koleg i nderuar, por për profesionalizmin e tij, për respektin e tij e për virtytet që ka përcjell kudo ku ka punuar në gjithë këto vite. Por kontributin më të madh ka Këshilli i Qarkut të Shkodër, ku për 33 vite rresht është në punësi më i vjetër i shërbimit civil. Ju falenderojmë shumë, zoti Fatmir, për kontributin tuaj. Faleminderit shumë për ju. Atje, janë shumë gjëra më thonë në këto vite, por sot kam vetëm falenderime. Filloj nga Teresa Marubi, e cila ka qenë kryetaria me cilën unë jam firmos për me ardhur në këtë institucion, dhe e mbylli me zotin Edmond Dou, që organizon këtë, po i thënë në ceremonia takim vlerësimit. Faleminderit prej të gjithë kryetarëve të mëparshëm, prej të gjithë administratës me të cilët kam punuar në vite, dhe sot administratën që jena sot, veçanërisht zyrën tonë ku kena punu me shok edhe kena kalu periudha shumë të vështira edhe me shumë rendiment. Tu pas parasysh vitet e gjata që i kanë edhe drejtor edhe punojës i zyrës, numrin e madh firmave që ki hall, ku në dedikim që i shprehje që kena përmend na gjithmonë, drejtori më i gjatë administratën publike prej 91-shin, 2025, kur realisht ti nuk je qysh 91-shin, ti ke keni deleguar me punë në zyrë tonë qysh në 85-86, por si drejtori që i holli 161 firma, e ku 718 firma ki hallë për i ditë, e meriton për i zyrës tonë një rezervë. Për i zyrës tonë, ku për mu janë vlerësime maksimale si nga kryetari për edhe administrata për vlerësimin edhe nga zyra veçanërisht për një seriolaps shumë model. Unë nuk ishe ditë me zgjat një dhurat më të mirë. I lindur me 13 prill 1960 në Shkodër, Fatmir Tepelia përfaqëson një nga figurat e qëndrueshme të administratës, me një karrierë që shtrihet për gati 4 dekada. Pas përfundimit të studimeve në Universitetin e Tiranës, ku në vitin 1985 u diplomua si inxhinier gjeodezie, ai kushtoi jetën profesionit të tij me përkushtim dhe integritet. Në vitin 2001, me reformimin e pushtetit vendor dhe krijimin e strukturave të reja të Këshillit të Qarkut, ai vijon punën me të njëjtën fushë tashmë në nivel rajonal, si përgjegjës i sektorit kadastre, së më pas si pjesëtar i drejtorisë së administrimit të mbrojtjes së tokës, ai mbajti një rol kyç në ruajtjen e balancës midis zhvillimit urban dhe mbrojtjes së pronës publike e private.